mbrëma dhe gëzuar viteri, miq dhe armiq, covidian, covidiot, covidas, dasha covidas, se ishte viti covidit ky që iku. Shpresojmë që ky që po vjen tjetë viti ynë. Shpresojmë, domethënë se themi me llafe të mira, se nuk i dihet, Zoti na ruaj çdimër vjen prapa. Ka thënë një komedi, një poezi e realizmit socialist e Shefqet Musarajt për qenë të sakt. E duke uruar këtë vit të ri gëzuar të gjithëve, do fillojmë me urimin me Ismetin. Atë që është i Zoti shpisa na pranon të hym, kështu siç jemi. Kristin, partnerin e emisionit tim, i cili ndodhet aty më pas kamerës, sot jam i detyruar edhe Ildon ta falenderoj. Por ata që mundësojnë gjërat në këtë televizion, dhe që është Vodafone Televizion, është Uj Lajthiza, i cili mundëson edhe problemet të tjera të shëndetit, Agron, Dukën dhe Eko Market, të cilët mundësojnë pavarësinë time personale. E mbasi mbaruam me këto falenderimet, ju që na ndiqni, na keni ndjekur në të gjithë emisionet e vitit kaluar 2020 dhe shpresoj për sa kohë të mos na heqin stolin dhe të jemi pavarur, të na ndiqni edhe gjatë vitit 2021. Për çdo flasim. Po jam për vitin e ri. Tash të gjithë kemi marrë gota para, unë thash ta marrë dhe një pjatë se si dihet. Sepse mund të kthehet nga pjatë në timon, e nisi me tepsi, e nisi me kështu, e nisi me ashtu. Zoti Rama, dhe kjo ka dhe formën e zeros, e cila kuptohet ne e hoqëm zeron për të vendosur në këtë vit të ri njishin, domethënë mbas 2 mishit. Ishte një vit i lodhshëm, ishte një vit me shtrëngime, me represion, me mungesë lirish, me të sëmur, por ama me të sëmur, jo vetëm me Covid. Domethënë me Covid kanë vdekur këtë vit rreth 1000 e pak veta, ndërkohë që statistika vjetore janë rreth 18.000 plus minus, domethënë shkon dhe 20.000 të vdekur në vit. Domethënë me Covid ka ndrruar jetë, po themi 10-12% e atyre që kanë qenë smur, dhe jo pre Covid, po me Covid, domethënë mund të kenë qenë me sëmundje të tjera shoqëruese. Por nuk na takon, jemi në gëzimin e vitit të ri, simboli cili është gjeli i detit. Gjithmonë kam pyetur veten. Ore, gjeli i detit, është frut deti, për shembull kali i detit, është kafshë deti, kandili i detit. Gjeli i detit, a është deti? Dhe pse është gjeli i detit, pse i thon gjeli i detit? Kam më falni, kam pyetur, jam interesuar dhe më ka dalë që ka ardhur nga Amerika. Thonë që ka ardhur nga Amerika, origjina e gjeli i detit. Në fakt, nëse filmi Skënderbeu është film historik, e vën dyshim shumë të madh këtë fakt. Kristi, të lutem, hap ekranin dhe ma nxirr atë zotrin që flet. Sento Stërristi kështu si gjela deti të fryr. Stërristi kështu si gjela deti të fryr. Si gjela deti të fryr. Gjela deti të fryr. Domethënë bëhet fjalë këtu në këtë skenë para beslidhjes së Lezhës, domethënë para 1444-s. Amerika, nga ka ardhur gjeli i detit, është zbuluar në tetor, domethënë nata mes 11-12 tetorit 1492, domethënë rreth 40 gati 50 vjet, gjysmë shekulli para se ky zotria thoshte gjela detit fryr. Mos vallë gjeli i detit ka origjinën në Shqipëri dhe e kemi çuar në Amerikë? Sepse ka dhe një tjetër. Këtu Kristi do të më nxjerrë pulën e Hindit. Urdhë. Kjo është pula e Hindit. Kështu njihet në Shqipëri. Dhe kur filluan ta bien nga Amerika, e ngatronin dhe i thoshin Turkey, domethënë se kujtonin mall turk. Malli turk atëherë ishte cilësor, jo si tani. Edhe tani është cilësor, po varet se në çdo orë merr. Pra Turkey. I thoshin gjeli detit kur filloi të vi. Ndërkohë në filmin Skënderbeu gjeli detit na del 50 vjet gati para se të zbulohet Amerika. Shumë interesant, ka mundësi që edhe gjeli detit ta ketë sjell Shqipëria. Po nëse, sidoqoftë le të mos kapemi me këto hollësira, sepse ishim në atmosferë feste, ishim në një atmosferë kulture dhe arti. Dua të them që në sheshin Skënderbej ka një javë që unë fle me tapa në vesh nga shfaqjet e teatrit të operas dhe baletit.
do thonë ju, u bë sallare. Natyrisht, u bë një sallë moderne, e cila u inaugurua me një intervistë të zotit Edi Rama, brenda asaj salle, por ndërkohë është vendosur dhe një ekran i madh. Ekran i madh i cili transmeton me ja tek e keni opera dhe këtu ka shfaqje. Dalin këtu nga njëherë të mbushen syt me lotë se sheh edhe artistë që nuk rrojnë më, sepse është repertori i teatrit, të operës dhe baletit. Dhe kuptohet siç ka bërë me çdo disiplinë të artit kryeministri i nderuar Edi Rama, edhe operën e kanë nxjerr në rrugë. Ju betohem gjatë ditëve të festave, që pak para vitit të ri, e të paktën deri në mbrëm, viu i kishe në sheshin Skënderbej. Do thoni juve, arti është gjë e madhe. Arti natyrisht në rrugë ka vendin. Nuk ka pse të kemi salla. Këtu mund të bëhet pallat, mund të bëhet një pallat gjigant atje. Arti bëhet edhe me gjëra të vogla. Për shembull, e dini ju arti i këtij viti, cila ishte? Ishin gjërat e vogla ato të cilat bën jetën tonë të përditshme. Atë pandemitë shkënton të vogël. Maskat. Bile kishte artistë që sajuan edhe atë që italianët thonë presepio, është ajo pjesa ku skena e lindjes së Krishtit, e bër me çfarë është bër Krishti? Me maska. Skena lindjes së Krishtit. Pra, edhe ky është art. Nuk ka pse të jetë arti në përsallë, nuk ka pse të investojë shteti dhe qeveria. Është thënë, në verën e këtij viti, u tha nga ministria e ekonomista të shohin ta dhe për ndonjë zanat tjetër, tha, mund të punojnë në ndërtim ta artistët. Jo këngëtarët AUiU në për dasma në për këtë gjëra. Mund të shohin një zanat tjetër. Ja, edhe artistët e tjerë, skulptor, piktor. Kjo është e tashmja dhe e ardhmja e duket e artit edhe në këtë vit që duket se do të jetë edhe ky si vit pandemik. Ne kemi shumë shpresa, njerëzit kujtohen se viti i ri, babagjyshi viti i ri, është në një farë mënyre edhe sjellsi i paqes dhe qetësisë dhe ashtu vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Domethënë edhe pse sot është data 4, një pjesë e shqiptarëve besojnë se viti i ri do t'u sjell paqe, qetësi, do hapet ekonomia. Shpresojnë, Shpresojnë dhe ke mesazhet që na kanë ardhur në celular, të jetë viti buzëqeshur, të jetë vit me gaz. Kryeministri tha do t'ju sjellë vaksinën, tha, vajta deri në Amerikë për t'ju sjellë vaksinën. E ndërkohë që bota vazhdon shtrëngohet, aty ku filloi kjo mëndzyrë, ju kujtohet si quhej Kristi si kishte emrin ai i Kinës më. Hape ta shoh. Wuhan thot, shikoni rrugët e Wuhanit. Shqiptar të dashur, këto janë rrugët e Wuhanit për vit të ri. Aty ku nisi kjo pandemi, në Wuhan, ku kemi parë skena që njerëzit binin të vdekur në tokë dhe që u duk se do ishte një tragjedi botërore nëse ai virus do të ishte atill që të kapte të kpuste në vend si pul ose si gjeldeti, me që jemi në atmosferën e festave. Kina po një zhvillim të madh ekonomik gjatë kohës pandemisë dhe ndërkohë që në Angli për shembull mbyllen e shtrëngohen, që priten valet tret, që priten shtrëngime të tjera në të gjithë Europën, jo vlla Kina ka nxjerr popullin në rrugë, i cili ky popull kinez, me liridashës, është duke festuar, ngjitur me njëri tjetrin. E shtrëngohen këtu në Shqipëri, domethënë shtrëngohen masat. Na kanë shtrënguar oraret e daljes nga shtëpia, na kanë shtrënguar maskat, gjobat. Kinezi jo. Shumë e çuditshme është kjo pjesë. Edhe Shqipëria festoja. Do t'ju tregoj një festë të jashtëzakonshme, pra siç pam në shesh atë o festë e madhe ka Shqipëria, se u kënduan edhe këto, këngët e vjetra të edhe këngët partisë, po duke hequr pak tekstin. Bashkia e Tiranës ka dhënë një spektakël, ka bërë një videoklip ku kërcejnë policë, kërcejnë lulishtar, kërcejnë zhbllokues nga ato të kanaleve, zjarr fikës, nuk jo merr mendja, për kohë këtij me Kristi ma nxirr këtu. Ja, urdhoni, hapet dyert e policisë bashkiake, shikoni. Zjarr fiksit. Pse? Se ishte një vit i mbrojtë për të gjithë. Ishte një vit i gëzuar, një vit që solli në 4 anët e Tiranës. Ja, shikoni, kërcehet këtu, shi sa lezet ka. Punoj, ja policët bashkiake. Urdhoni, gati të vjen qef t'jesh një punojë si Bashkisë Tiranës. Ma ka edhe nga ata që mbjellin pemë. Ma shiko, Gangnam Style, apo jo, s'është kjo.
Policia bashkiake. Zhbllokus? Jo, s'ka zhbllokus. Ishte i gjatë që zhbllokonte? E nese, ja, policet, një mu duk si Mira Kazhani. Jo, nuk ishte ajo, jo. Nese, se kërcen dhe ujësielsi. Të gjithë, ka një gaz dhe një haret të madh. Ju që ndruat në për shtëpit tuaja, bile, do t'ju tregoj edhe një foto, largoni pak fëmijët, jo se është në gest shumë i turpshëm, do t'ju tregoj një foto shumë interesante, urdhoni. Salutiamo con affetto, pra përshëndesim me ngrohtësi, questo fantastico, këtë 2020 fantastik. Ndërkohë që gjithë shqiptarët, ku do urimin e kishte për këtë vitëri, vafsh dhe mos ardhshmë, ndryshe nga vitet e tjera, se vitet e tjera kemi patur kartolina, viti mrekullueshëm, por ky qoftë më i mirë. Këti 2020 do thonë të gjithë mos ja pafshin bojën. Bile ishte më i zi se 97-ta. Bashkia e Tiranës ka patur fest, dhe fest kuptohet, jo i pat që ata policët, ata lulishtarët, zhbllokusit, pastrusit, e të gjithë kërcenin duke mbajtur distancën. Që më nxore mër Kristi. Fëmijë të vegjël, prindër thirrnin fëmijët. Grinchi, ju kujtohet, është një film shumë interesant, Grinchi që vodhi Krishtlindjet. Ky Grinchi këtu, ç'bëri ky Grinchi? Domethënë Edi Rama. Natën e Krishtlindjeve tërhoqi orarin e mbylljes në shtëpi. Pra nga ora 22 e bëri 20:30. Dhe ky orar është deri sonte në darkë. Pra, gjatë gjithë ditëve të festave, ne nuk duhet të dilnim të festonim. Ju tregova Wuhanin, ku ishin turma të na edhe gëzonin vitneri shqiptar, se ata kanë vitneri të tyre kinezin, që fal lalit ka filluar festohet edhe në Shqipëri, e besoj do ta kemi si vjet vitneri kineze ku të shkojmë. Kina motor po na bëhet superfuqi. Ndërkohë që ky shoku këtu na i vodhi Krishtlindjet. Pra, natën e Krishtlindjeve që besimtarët katolik e kanë që dalin në rrugë dhe shkojnë në kish, si vjet nuk u bë. Natën e vitit të ri, ne detyruam të shkojmë në shtëpitë e atyre që do festonin, pra prindër, vëllezër, motra, të shkonim shumë herët se në 8:30, po ashtu kërciste gjoba. E me që ky na e ka vjedhur një vit si vjet, ne si zjarr televizion, që në qershor, pra në mes të vitit, i kushtuam një këngë, të cilin e ka kënduar mjeshtërisht Ismet Drishti, me ca realizime shumë të bukura nga Blero dhe Rezi në xhirime, natyrisht dhe gjithë stafi këtu i efekteve speciale. Ajo duket sikur është xhiruar në natyrë. Në fakt është bërë gjitha në studio me efekte speciale. Do ta tregoj edhe një herë, kjo karantina na ciao. Kristi, ape ta shijojmë. Do të rrisim ndëshkimet me burg, me mbyllje, me konfiskim të mallit, deri në heqje lirit.
Unë ju ndjek, ju lexoj. Ja, kjo ishte. Ishte hiti i kësaj vere, prodhuar nga ne, hit për cilën kam ja dy shpjegime shumë të vogla, të cilët ne i qëndrojmë kësaj këngë që bëm, bile koha e përforcoi. Gjej rastin të shpreh ngushëllimet, sepse u shfaq edhe në video Altin Goxhajt, i cili dje përcolli banesën e fundit të jatin, dhe disa kërma dhe hiena që thanë që ky që s'besonte Covidin. Në fakt, kjo është një gënjeshtër shumë e madhe, sepse të gjithë përfshi dhe mua dhe një pjesë të mirë të stafit këtu, nuk është se nuk besojmë Covidin, por që të gjithë besojmë tek një gjë, që po përdoret politikisht kjo sëmundje, e cila me shumë gjasa dhe shumë dyshime të hedhura jo nga ne, po të hedhura anë mban botës, është e prodhuar nga dora njerëzit. Por pak rëndësi ka kjo, përdorimi i saj politik, dhe pse para se të shkojmë publicitet do të tregoj thjesht dy argumenta. Kristi, një gjë të vogël këtu, urdhoni. Ule ndjeshëm shifrat me Covid në 2 ditët e para të 2021-shit. Në totale të tjera. Pra, në 2 ditët e para të 2021-shit ul. Po pse ul? Po fal masave të qeverisë, more. Po të qeveri e them unë. Edi Rama, ku ka qeveri? Edi Rama është koka e Shqipërisë. Ai thotë që unë jam më i miri i këtij vendi. Të lutem Kristi këtu. Atëherë. Kjo është kurba. Dhe ky biri kurbës, urdhoni. Ja, shikoni, deri tek 31 tetori, siç e shihni aty, ka qenë poshtë kurba këtu. Ma le pak tash. Ja, hop. Këtu filluan u bë maska me detyrim. Hop, u rit. Këtu kur arriti këtu, u vendos kufizimi i daljes. Pse? Po Shqipëria nuk mund të ndryshonte nga shumë vende të tjera, të cilët kishin vendosur kufizim, Shqipëria po bënte përjashtim. Hop, vazhdoi. Dhe u vendos pastaj, domethënë para 2 javësh si bie, në 24 dhjetor, u vendos edhe 1 orë gjysmë më herët hynim në shtëpi, pra 8:30. Ju nuk do ta besoni, datën 1, siç e shikoni ka pas 0 raste, po 2 ditët e fundit kanë qenë raste shumë të pakta. Kanë qenë shumë të pakta, më besoni. Pse? Fal qeverisë së Zotit Rama. Dhe i them gjatë Zotit Rama se them Zotit. Ai është Zoti, është Perëndia. E pat që shkoi tek mjekët? Shkoi tek mjekët në spital tek infektivi, kundër çdo lloj protokolli. Kristi ma tregon sikur vetë tek mjekët dhe si rreshtojnë mjekët e infektivit. Urdhoni, këta janë mjekë, këta kanë bërë një betim dhe natyrisht nuk duhet të për askënd. Vjen kryeministri, në vende të tjera e kthyen kurizin kryeministrit, dhe siç i çon kryeministri Muhaman e ka çuar dhurata këtyre të infektivit. Kristi, ma nxjerr foton tjetër. Urdhoni, ka çuar këtë me lule atë, dhe më kujtohet një barcolet, është një barcolet shumë interesant. Diskutonin, 2 shoqe po bënin muhabet me njëra tjetrën. I thot njëra, yt shoq thot me një buqet të madhe me lule. Mos ta kjo. U dashka të hap këmbët prap sonte. Pse i tha, nuk keni vazo? Nëse, kalojmë në publicitet për të kthyer vetëm pas pak sekondave.